Përshëndetje për të gjithë juve kudo që jeni duke na ndjekur në Kosovë dhe jashtë saj. Edhe këtë të diel ne jemi në dispozicionin tuaj për 2 orë gjysmë sa gjatë ky emision pra magazina e së dielës. Edhe sot mos na harroni, na ndiqni deri në fund të këtij emisioni, do të kemi tema mjaft relaksuese dhe interesante. Ashtu magazina së dielës do të mundohet të ju sjellë në shtëpit kënaqësitë përmes temave të cilat i kemi përzgjedhur për interesin tuaj. Por kjo nuk do të thotë që ju nuk mund të kontribuoni me idetë juaja që i keni për të trajtuar tema të ndryshme. Adresa jon është e qartë, na shkruani në Facebook në magazina së dielës për çdo sugjerim apo edhe ide që mund ta keni. Atëherë fisi sot nuk do të fillojmë me politikë, do ta kemi një temë ashtu siç thash dhe më herët, një temë relaksuese, do të flasim për shëndetin oral. Sa i kushtojmë ne rëndësi dhëmbëve, cilat janë shkaqet që ato prishën më shpejt dhe si duhet t'i ruajmë ne ato, do të thonë, a kemi ne kulturë që t'i ruajmë dhëmbët? Pra, mbajtja shëndetit të dhëmbëve nuk quhet kot se shëndet i trupit, në përgjithësi. Për këtë temë në studio kam të ftuar stomatologët të cilët do të flasin pikërisht për shëndetin e dhëmbëve. Krishnik Syka, specialist i kirurgjisë orale. Besa Zhushi, stomatologe. Dhe Driton Klokoqi, specializant në klinikën e ortodoncisë. Atëherë, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vjen. Atëherë fisi, po shkojmë me muzikë, më pas rikthehesh ti me mysafirët. Në pjesën e dytë do të jem unë me një temë tjetër interesante. Atëherë, siç paralajmëruam, do të flasim për shëndetin e dhëmbëve. Në studio prezentuam 3 stomatologët të cilët relativisht janë të rinj në moshë dhe të cilët ushtrojnë profesionin e stomatologëve. Krishnik, do të fillojmë nga ju. Si cilësohet ruajtja e dhëmbëve dhe sa i kushtojnë rëndësi qytetarët në Prishtinë, pasi që operoni në Prishtinë ruajtjes së dhëmbëve? Fillimisht faleminderit për ftesën. Besoj që është një temë e qelluar. Ka nevojë edhe popullata, po në përgjithësi edhe audienca të dëgjoj pak më tepër lidhur me shëndetin oral dhe rëndësinë e mirëmbajtjes dhe kujdesit të dhëmbëve. Kur flasim për pyetjen që e shtruat, mund të themi se nuk duhet diskutohet vetëm për Prishtinën, po ndoshta duhet të diskutojmë në aspektin e përgjithshëm shtetëror të Kosovës. Po pra, pasi që operoni në Prishtinë për atë. Po. Ndoshta me qenë se është më tepër emision edukativ, duhet futemi në rrjedha të përgjithshme, mirë po flasim për shëndetin oral dhe po e shtjellojmë atëherë brenda emisionit. Unë mendoj se është e rëndësishme shumë të ketë një kujdes më i madh për dhëmbët. Duhet flitet gjithsesi për rëndësinë e madhe që ka shëndeti oral në funksionimin e përgjithshëm të organizmit të njeriut. Ndërsa kur flasim se sa popullata apo në përgjithësi sa banorët të Kosovës apo të Prishtinës, si do të qetë, janë të informuar për shëndetin oral, atëherë mund të themi se ka vend për shqetësime dhe ka hapësirë për të shprehur breng, për faktin se normalisht nuk është ende edhe më tutje në nivel të kënaqshëm gjendja e përgjithshme e shëndetit oral në popullatën tonë. Mirë po unë megjithatë mendoj se ka progres të përditshëm, ka ngritje të përditshme të vetëdijësimit të popullatës lidhur me shëndetin oral. Prandaj edhe jam shumë i bindur se jemi në hapa të mirë drejt arritjes së rezultateve më të kënaqshme dhe drejt arritjes së nivelit më të kënaqshëm në përgjithësi të shëndetit oral. Atëherë, Besa dihet që jo ka të thuhet që shëndeti i dhëmbëve është shëndet i përgjithshëm i njeriut. Dhe natyrisht nga dhëmbët e prishur dalin shumë sëmundje tjera. Po pse thuhet që nëse dhëmbët i ke të prishur, atëherë dihet që duhet të presësh një sëmundje tjetër? Po, sigurisht se dhëmbët janë mirëmbajtja, duhet së pari të bëhet mirëmbajtja e dhëmbëve, mirë po nuk është ai faktor që vetëm mirëmbajtja e dhëmbëve t'jep një dhëmbë të shëndorë, se ndikon edhe faktorë të tjerë, si që në faktor gjenetik, mandej faktor tjerë, si që në anomalitë ndryshme, pirja duhanit që është prihi shumë e keqe, mandej vedisimi nga ana e prindërve, i cili është hyna edhe në temë
bashkangjitëm me kreshnikun, që është primare në shëndetin e dhëmbëve, mirë po nuk ndikon vetëm vetëdijsimi nga ana e prindërve, duhet patjetër të diskutohen, të marrin parasysh edhe nga institucionet parashkollore apo edhe shkollore, që të vinë herë të bëhet mbrojtja të vetëdijsimit qytetarëve për mbrojtjen e dhëmbëve. Sepse nëse nuk kemi në dhëmbë të shëndorë, na nuk mund të kemi as shëndet të mirë. Se çdo sëmundje, jo çdo sëmundje, se mund me pas edhe sëmundje trashëguese, mirë po sëmundjet si vatra fokale, na i thojmë, apo vatra orale vije nga dhëmbët. Një dhëmbë i prishur është një vatër fokale për shëndetin e përgjithshëm. Nëse nuk shërohet një dhëmbë si duhet, ai mund me qenë si vatër fokale për një sëmundje, për shembull të sëmundje të zemrës apo edhe sëmundje të ndryshme. Vinë mandej komplikime të ndryshme prej dhëmbëve, qoftë prej dhëmbëve karioz apo edhe prej sëmundjeve të mishit të dhëmbëve, të cilët janë faktor apo si më thonë rreziku më i madh ku përmes qarkullimit gjakut përhapet mandej sëmundje të ndryshme në tërë organizmin. Atë drejton përmendi Besa që një farë kultura familjare është një bazë e mirë që t'i ruajmë dhëmbët. Tani më janë edhe preparatet për t'i ruajtur, janë pastat të ndryshme dhe kemi preparate mjaft të mira për t'i ruajtur dhëmbët. Sa i kushtohet rëndësi vetëdijsimit të fëmijëve, sa i përket prindërve kanë fjalën, në familje? Është e vërtetë se sa i përket deri tani në përvojën tonë profesionale nuk është vërejtur një edukim i mjaftueshëm sa i përket promovimit të shëndetit oral. Dhe është diagnostikuar shumë shpesh kariesi e dhëmbëve, pothuajse mbi 90% të fëmijëve vuajnë nga kjo sëmundje. Mirë po kohëve të fundit vret një përmirësim i dukshëm, për arsye se janë ndërmarrë disa hapa, qoftë nga disa organizata jo qeveritare, cilët janë duke punuar në edukimin e fëmijëve nëpër shkolla për kujdesin e higjienës orale. Kështu që mund të them se vret tani një progres i vogël, mirë po gjithsesi nuk mjafton në eliminimin qoftë në minimizimin apo shfaqjes së kësaj sëmundje. Kështu që konsideroj se nevojitet një planifikim më i thuktë në përgatitjen e një strategjie të përgjithshme, të quaj nacionale, që do të ndikonte në edukimin e fëmijëve që nga moshat e hershme, që nga institucionet parashkollore, edhe në shkollat fillore me tutje, për rëndësinë e shëndetit oral. Mirë po gjithsesi mund të them se vëret një progres, cili prapë të them nuk është i mjaftueshëm, mirë po është duke punuar në drejtim, mirë po nevojitet punë shumë më mirë po nëse muna me cekë edhe diçka. Këtu vendi ynë ka kaluar një vështirësi shumë të madhe sociale dhe shëndetësore dhe nuk mjafton që vetëm vetëdijsimi i institucioneve parashkollore apo edhe vetëm vetëdijsimi i fëmijëve të jetë, domethënë të arrihet vetëdijsimi i fëmijëve, sepse edhe gjeneratat më të vjetra ju mungon edukimi shëndetësor sa i përket sidomos higjienës orale apo shëndetit oral. Për këtë arsye desha me cekë që të bëhet vetëdijsimi jo vetëm nga ana e prindërve për fëmijë, po edhe në institucionet më të larta shkollore, parashkollore, shkollore apo edhe në institucione më të larta se mungon vetëdijsimi edhe në gjeneratat më të vjetra. Jo vetëm të fëmijët. Kur jemi atëherë të më të vjetët, si janë ata indikatorët që apo shkaktar kryesor për prishjen e dhëmbëve tek ta? Mendoni tek vjetrit apo përgjithësi? Tek vjetrit e kam fjalën. Unë po filloj shkurtazi me një hulumtim që është bërë kryesisht do të thotë prej institucioneve të ndryshme shkencore. Është interesante se paraqitja e prishjes dhëmbëve variron varësisht prej moshës, do të thotë. Karakteristike është për shembull mbas një hulumtimi që është bërë pikërisht nga institucionet relevante, domethënë të fakultetit tonë, se më tepër paraqitet prishja e dhëmbëve në moshën 5 deri në 8 vjeçare. Mandej çuditërisht vjen deri te një rrëmje rapide prishjes dhëmbëve deri diku në moshën e adoleshencës, domethënë, kur prap paraqitet për një herës, domethënë paraqitja më e madhe e prishjes së dhëmbëve, që kjo sigurisht duhet lidhet me ndryshime të përgjithshme që i pson organizmi në atë fazë, e pastaj mbas moshës 20 vjeçare deri në një moshë të caktuar, madje thuhet diku deri rreth moshës 40 apo 50 vjeçare, praktikisht pothuajse nëse higjiena është e rregullt edhe nëse mirëmbajtja e gojës është e rregullt, gati si shuhet prishja e dhëmbëve. Normalisht me raste edhe paraqitet, po flasim këtu për një statistikë të përgjithshme. Më tepër në atë moshë mandej vjen deri te
më thonë moshën e shtyrë vjen deri te prishja e mishrave të dhëmbëve, respektivisht deri te dëmtimi i mishrave të dhëmbëve, prandaj shpeshherë ne I hasim edhe dhëmbët kur janë bukur të shëndosh dhe nuk kanë ndonjë të lashe, mirë po fatkeqësisht ata e kanë humbur mbështetjen e aparatit mbështet, domethënë mishrave të dhëmbëve dhe për këtë arsye edhe ata në një farë forme domethënë humbin nga goja e pacientit. Po cilat janë faktorët? Faktorët dhe shkaktarë, domethënë, të cilët e paraqesin apo vjen për shkak të tek cilët vjen do të thotë deri te prishja e dhëmbëve, llogariten me qenë të shumë, domethënë. Aty bëjmë pjesë faktorë të përgjithshëm, andaj faktor lokal, faktor iatrogen, tash mos ju ngarkojmë ne ju shumë me informata, mirë po gjithsesi që luan rol trashëgimia, mandej luan rol mosha, luan rol gjinia, luan rol në disa gjendje të jashtëzakonshme të femrat, për shembull shtatzania, pastaj edhe faktorët lokal siç janë mungesa e higjienës së gojës, ndonjë smundje tjetër e cila mund të manifestohet me prishjen e përgjithshme të dhëmbëve, e shumë faktorë tjerë, ndonjëherë edhe faktor iatrogen, domethënë siç janë gabimet e vet mjekut apo mos diagnostifikimi I hershëm dhe I kujdesshëm I smundjes mund të jetë shkaktar I paraqitjes. Sa mund të ndikojnë temperaturat e ushqimeve në prishjen e dhëmbëve? Ndikojnë. Realisht sot dhe kësaj dite edhe më tutje mbetet e paqartë se si sakt vjen deri tek prishja e dhëmbit dhe ekzistojnë hipoteza dhe teori të ndryshme nëpërmes të cilave domethënë tentohet që të sqarohet se si ka ardhur deri te prishja e dhëmbëve, mirëpo është e vërtetuar tani më shkencërisht se kryesisht të prishja e dhëmbëve bëhet për shkak të mbetjeve të ushqimit. Sepse është edhe një batutë që ne mund ta presim gati 2 orë groshin të zihet dhe për 5 minuta nuk mund ta presim të ftohet. Kjo mund të ndikojë Gjithsesi që ndryshimet e temperaturës mund të shkaktojnë ndryshime jo vetëm në indet e dhëmbëve, mirë po edhe në përgjithësi në kavitetin apo në hapësirën e gojës, mirë po ajo që ka vlen të potencohet është fakti se kryesisht bakteriet janë ato, domethënë mikroorganizmat janë shkaktar kryesor, të cilët e bëjnë dëmtimin, respektivisht demineralizimin e asaj substancës parë që është mbrojtëse, domethënë zmalti I dhëmbit, dhe pastaj për shkak të humbjes së atij demineralizimit apo fillimit të zbërthimit të asaj substance, fillon deri te prishja më tutjeshme. Prandaj higjiena, do të thotë, higjiena dhe mirëmbajtja e kujdesshme e gojës është një ndër faktorët kryesorë i cili ndikon drejt për së drejti në mirëmbajtjen dhe në shtyrjen e jetës së dhëmbit të shëndoshë në një formë. Atëherë, po, do të vazhdojmë me bisedën, Besa, por do të shohim një kronikë të realizuar në terren, pastaj kthehemi prapë në studio për të diskutuar. Kujdesi ndaj dhëmbëve është një mbrojtje e rëndësishme për shëndetin e njeriut. Mjekët bëjnë apel që kujdesi ndaj tyre të bëhet vazhdimisht, pasi dhëmbët janë një pasuri me vlerë. Por fatkeqësisht, qytetarët e vendit tonë në një përqindje shumë të madhe vizitojnë dentistin atëherë kur dhimbjet e dhëmbëve kthehen në shqetësim. Këtë gjë konfirmon edhe Donika Peci, stomatologe në një nga qendrat stomatologjike në Prishtinë. Në përgjithësi mund të themi që jemi relativisht kujdesshëm. Te mjeku lajmërohemi në shumicën e herave në momentit ku na paraqitet ndonjë problem. Mirë po, është shumë më me rëndësi që të fillohet të vizitat e rregullta te stomatologu edhe të parandalohen problemet. Kjo arrihet përmes higjienës së mirë të gojës edhe vizitave të rregullta. Këto janë dy kushtet kryesore që të evidentohet problemi me kohë edhe të parandalohet paraqitja e tij. Kujdesi ndaj dhëmbëve sipas mjekëve duhet të nisë që në fëmijëri, në mënyrë që problemet të jenë sa më të vogla në moshë të pjekurisë. Kujdesi duhet fillohet qysh me daljen e dhëmbëve. Me daljen e dhëmbëve duhet fillohet mirëmbajtja e tyre, higjiena, edhe mandej, do të thonë jo vetëm pas përfundimit daljes, po me fillimin e daljes dhëmbëve duhet kujdesemi për ta. A ka pacient fëmijë në klinikën tuaj apo janë të rrallë? Në klinikën tonë kemi pacient fëmijë, edhe ata janë të shumt, edhe me keqardhje shumica lajmërohen pas paraqitjes problemeve me dhëmbë. Masat e marra për të ruajtur dhëmbët dhe për të shëruar ato në kohë janë kryesisht higjiena e mirëfillt dhe vizitat më të shpeshta të stomatologu, jo vetëm atëherë kur paraqitet dhimbja. Higjiena mirëfillt, teknikat e rregullta daljes dhëmbëve, larja e rregullt e tyre dhe vizitat e rregullta te stomatologu.
Vizitat e rregullta ndikojnë në evidentimin e hershëm të problemeve edhe evitimin e tyne. Kur evidentohen me kohë, evitimi i tyne është më lehtë. Fëmijët nuk, veçanërisht të fëmijët, nuk fitojnë frikë prej stomatologut që mund të përcillet më vonë në formë traume edhe kur të rritet. Çfarë do të thotë vizitat e shpeshta? Sa shpesh duhet vinë njëri tek stomatologu? Vizitat shpeshta, nëse nuk ka probleme, vizitat e rregullta spaku një herë në 6 muaj. Mjekët thonë se kujdesi ndaj dhëmbëve është tepër i rëndësishëm dhe si i tillë, vëmendja duhet të jetë maksimale që në moshë të vogël, duke mos u treguar për asnjë çast neglizhent. Atëherë, pa më kronikën realizuar në terren sa i përket disa fjalëve të një stomatologe të cilat kanë të bëjnë me ruajtjen e dhëmbëve. Të kthehemi tek fëmijët, pasi që dihet që mosha nga dalja e dhëmbëve që është deri 1 vjet prej kur dalin, deri në moshën kur 7 vjet ndrohen ato. Duhet i kushtojnë rëndësi as të madhe këtyre dhëmbëve që ndrohen apo jo? Unë deshta mas pari me cikë të gratë shtatzona. Shumica e femrave të nas, të si mbesin shtatzon, lojnë anasht higjienën oralit gojës edhe orientohen vetëm ka ana e shtatzanisa, po kupton ka fryti. Edhe nuk është shtatzania ajo që ndikon në prishin e dhëmbëve. Përkundrazi, një higjienë e mirë orale nuk ka me ndiku negativisht as në fryt, as në gruan shtatzon. Shtatzania nuk i prish dhëmbët. Le të jenë të vetëdijshme të gjitha gratë shtatzona. Nëse e mban higjienën e rregullt, ka me pas asnjë dëmtim të dhëmbëve, përkundrazi. Higjiena e mirë, ka dhe dhëmbë të shëndosh. Mandej, kjo ndikon edhe në frytin. Le të vazhdojmë mandej edhe tek fëmijët. Ndikon vetëm higjiena orale. Fëmiu duhet i pastroj dhëmbët prej daljes së dhëmbëve. Fëmiu nuk mundet mi pastru, mirë po nana duhet të kujdeset me daljen e dhëmbëve, duhet filluar edhe pastrimi i dhëmbëve. Fillimisht janë preparate të ndryshme për pastrimin e dhëmbëve tek fëmijët, se me brush nuk mundesh deri në moshën 3-4 vjet, kur edhe fëmiu fillon vetë me mbajt brushën e dhëmbëve. Deri në atë moshë duhet të kujdeset nana. Nana është ajo që duhet të bëj pastrimin e dhëmbëve. Në moshën 3-4 vjeçare, fëmiu veç fillon ta mbajë brushën e vetë edhe fillon edhe pastrimin. Mirë po kjo duhet të bashkëpunim me prindrin që fëmiu mas pari me parë nanën duke i pasur dhëmbët. Pas një model për pikërisht. Po pikërisht model për mbajtjen e higjienës. Derisa fëmiu e sheh vazhdimisht nanën apo qoftë njërin prej prindve, ai ka më kujdes edhe për dhëmbët e vet. Mandej vazhdojnë koha, është koha që edhe cekit doktoresha Donika, koha, mënyra e larjes. Duhet së paku 2 deri në 3 herë në ditë të pastrohen dhëmbët dhe jo vetëm ne fëmijët nuk e kanë edukimin e mjaftueshëm shëndetësor. Ata thuje se më tepër e marrin brushën me pastë sa për estetik. Ose sa për edhe ndikon pak edhe aroma e pastës. Jo, shija dhe aroma. Ma tëmbra ndikojnë tek fëmijët. Ajo duhet tash ka preparate ndryshme. Ka edhe mbajtës të kohës që vendoset në banjo, në pasqyre, ku matet koha e larjes së dhëmbëve, ajo është 2 minuta dhe që me stimulu fëmijën për pastrimin e dhëmbëve. Mbajtja e kësaj higjienës orale, do me thonë 2 deri në 3 herë në ditë, me ndrimi i brushave thuhet çdo 2-3 muaj, ndrimi i brushave të reja, ka me ndiku pozitivisht në higjienën e fëmijët dhe në shëndetin oral. Në vetëm i që ndërlidh me doktoreshën Bes me të regu edhe një detalj tjetër të rëndësishëm se tek fëmijët në moshat e hershme relativisht shpejt prishen dhëmbët, do më thonë pësojnë dëmtime, për shkak se struktura e dhëmbëve të qumshtit realisht është më e dobët krahasuar me dhëmbët e përhershëm, dhe pastaj ata fillojnë disa dhimbje të vogla. Dhe ajo është ndoshta edhe një ndër shkaqet kryesore që fëmijët në atë moshë dhe
largohen prej dëshirës për mi pastru dhëmbët, sepse gjatë pastrimit ata fitojnë pikat vogla gjaku, fitojnë dhimbje vogla, ndjejnë senzacionet leta në ujë të ftoftë apo në ujë të nxehtë. Prandaj kjo është edhe një arsye që fëmijët jo më shumë dëshirë i afrohen domethënë furçës edhe brushës dhëmbëve. Për të evituar një problem të tillë do thotë jo vetëm se duhet shkohet në për vizita të rregullta tek stomatologu, posaçërisht për fëmijët të pedodontit, domethënë të specialisti i cili kujdeset vetëm për fëmijë, dhe të punohet me ta edhe në aspektin psikologjik, domethënë nuk është shkuarja e parë e fëmijës nuk ka të bëjë drejt për së drejti me intervenim stomatologjik. Shkuarjet e para të fëmijëve te stomatologu duhet shoqërohen kryesisht me një socializim apo një shoqërim në mes të mjekut dhe fëmijës, derisa fëmia e krijon një besim mirë, po edhe e fiton besimin e mjekut tek i cili ka shkuar. Në shtetet në zhvillim shpresoj që shumë shpejt edhe këtu do të fillojë e njëjta strategji dhe e njëjta forme e trajtimit të fëmijëve. Në seancat e para stomatologjike të fëmijës, fëmiu pothuajse fare nuk e sheh karikën stomatologjike dhe instrumentet stomatologjike. Ai së bashku me doktorin, që në shumicën e rasteve janë doktoresha, specialistët e trajtimit të fëmijëve, për shkak se kanë pamje më të butë, qasje më të afërt, zë më të ëmbël, dhe domethënë në vizitat e para të fëmijëve te stomatologu futen në një dhomë ku kryesisht dhoma është mbuluar me lodra për fëmijë, edhe për një seancë të caktuar, të themi 45 minuta apo mbas edhe më shumë, me fëmijën domethënë vazhdimisht bëhet komunikimi dhe luajnë së bashku me ato lodra. Se mund të ndikojë kjo jashtëzakonisht shumë. Mund të ndikojë edhe tek faktikisht e kam fjalën që të krijohet një farë lloj fobie ndaj dentistit, për shembull ka raste kur njerëz të rritën të mëdhej dhe prapse hezitojnë shkojnë te dentisti. Fobia krijohet qysh në fëmijërinë e hershme. Do thotë madje te na ekziston pikërisht krijohet edhe nga vetë prindrit, se prindi është ai që çdo herë thotë ka me shku te stomatologu ku po më dhem dhomi. Jo, fëmia duhet më mësua që me ndëgju gjithmonë fjalë të mira për stomatologun. Madje edhe kërcënohen në një formë fëmijët, mos bësh zhurmë se çoj te mjeku me ta nxirr dhëmbën. Me ta nxirr. Edhe realisht aty fobia është qysh në fëmijërinë e hershme dhe ata arritën me atë. Vetë ndesha ta vazhdoj aty edhe në seancat me fëmijë, në seancat e para me fëmijë, domethënë duhet t'i kushtohet rëndësi shumë e madhe për përgatitje psikologjike. Në seancën e parë nuk punohet të fëmija, në seancën e dytë i spjegohet vetëm kabineti stomatologjik, e mandej tek në seancën e tretë apo të katërt duhet gradualisht fillohet me ndonjë intervenim jashtëzakonisht të lehtë, në mënyrë që fëmia ta fitojë besimin, se nuk duhet fillohet prej intervenimeve që mbas edhe mund të shkaktojnë në disa momente dhimbje apo pak natësi apo gjakderdhje apo diçka ngjajshme. Po, vetëm vazhdo. Megjithatë kemi specialistën e pedodoncisë, kështu që mundet edhe më saktësisht me na i sqaruar. Atë këto dhëmbë do thotë deri në moshën 7 vjeçar duhet ndrohen. Jo, nëse më thonë, mosha 7 vjeçare nuk është mosha që ndrohet. 7-8, sa është? Jo. Në 6 vjeçare fillon. 6 fillon ndrimi, jo ndrimi veç fillon dalja mularit të parë të qumshit, i cili është i themi qelsi i okluzionit, që mandej vazhdon dritoni se është specialist për këtë lami. Qelsi i okluzionit, do të thonë dalja e mularëve të parë të përhershëm. Ndrimi i dhëmbëve të qumshit mund zgjat deri në moshën 12-13 vjeçare. Mi po kjo është plus minus 2 vjet. Kjo është 2 vjet para ose mas është normale nëse dhëmbë ndrohet 2 vjet para moshës 12-13 vjet, apo edhe mas asaj moshe, është gjithçka normale. Deri në poshtë përfundon, do thotë. Në fjalë tjera, që doktor Dritoni mund të na tregu pak më shumë drejt. Po është e vërtet, fatkeqësisht shumica e familjarëve apo prindërve nuk janë të njoftuar lidhje me periudhat kohore kur bëhet ndrimi i dhëmbëve. Kështu që i sjellin fëmijët në vizita stomatologjike edhe kujtojnë se ata dhëmbë janë qumshtit që janë prishur. Në shumicën e rasteve ata janë dhëmbë përhershëm, që është shumë e rëndësishme që truhen gojë mos vjen deri te ekstraksioni apo nxjerrja e tyre. Kështu që gjithsesi besoj se duhet punohet më shumë, si përmendëm herët edhe prindrit të jenë njoftuar më në detale lidhe me periudhat kohore të ndrimit të dhëmbëve të fëmijëve. Në mënyrë që vizitat jenë të rregullta, të bëhet parandalimi i shfaqjes sëmundjeve të dhëmbëve të përhershëm sa më herët që është e mundur, në mënyrë që të evitohet nxjerrja e tyre. Për arsye se lindin shumë probleme më të mëdha me tutje, cilat do të kushtojnë shumë më shumë, kosto e mjekimit tyre do të jetë shumë më i madh dhe rezultati do të jetë shumë më i vogël. Kështu që shumë më mirë është të parandalohet sesa të shërohet më vonë. Mirë, më intereson të di për faktorët të tjerë apo faktorët që janë të dëmshëm për shëndetin përgjithësi, por në veçantë edhe për dhëmbët. Për duhanin, sa mund të shkaktoj probleme dhe të shkaktoj prishjen e tyre? Po fillojmë nëse s'kam. Po. Duhani me të vërtet llogaritet dhe cilësohet me të drejtë si një
armik shumë i madh i organizmit të njeriut, në vazhdim në shumë dëmtimeve që i bën organizmin e njeriut, gjithsesi që efektet e veta të pakëndshme dhe të dëmshme i paraqet edhe në gjithë hapësirën e dhëmbëve. Patjetër se duhani është një faktor jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm, i cili ndikon më tepër në dëmtimin e mishrave të dhëmbëve, se sa në vetë dhëmbin, sepse dhëmbi si dhëmb është, siç e thamë edhe më herët, ka një strukturë mbrojtëse mjaft të fortë, të cilin duhani drejt për së drejti nuk mund ta dëmtojë. Mirë po, ai ka efekte shumë të mëdha për shkak të shumë substancave që i përmban duhani, tash mos ndrojmë temë me fol për substancat që i përmban duhani, mirë po vetëm për përshkruaj që janë disa substanca siç është nikotina dhe katrani, të cilat kanë tendencë të depozitimi, domethënë ngjitjes për inde të ndryshme të gojës, e aty gjithashtu edhe për dhëmb, mirë po më tepër shkaktojnë dëmtim të aparatit mbrojtës të dhëmbëve. Sepse ky aparat mbrojtës i dhëmbëve për shumë kënd është i panjohur, mirë po është shumë i rëndësishëm, domethënë janë pikërisht ato mishra të dhëmbëve së bashku me një asht brenda apo me një kockë, cilët kujdesen që dhëmbi të jetë i fortë dhe i fiksuar. Duhani drejt për së drejti depërton në dëmtimin e atyre mishrave të dhëmbëve, si pasojë gjithë kësaj fillimisht na paraqiten problemet në formë të gjakderdhjes, problemet në formë të erës së pakëndshme, problemet në formë të rrjedhjes qelbi, domethënë gjepat e vegjël që i quajmë paradontal, e të cilët nëse avansohen deri në një stad të caktuar, mandej edhe rezultojnë me humbjen e përgjithshme të dhëmbit. Mirë po duhani nuk e ka efektin e dëmshëm vetëm në këto struktura, efekti dëmshëm i duhanit mund paraqitet edhe në indet tjera të gojës, siç janë buzët, gjuha, qellza, pjesët e brendshme të faqeve, të cilat drejt për së drejti afektohen nga këto substanca, të cilat gjithsesi që janë shumë të dëmshme, madje ka raste kur për shkak të pirjes së duhanit, jo rrallë kemi ndëgjuar edhe për raste kur vjen deri tek paraqitja e kancerit të buzës, do të thotë, që një ndër shkaktar qendror është domethënë pirja e duhanit, mirë po edhe mbajtja e duhanit e vazhdueshme, domethënë sidomos në buzën e poshtme. Prandaj nuk do diskutim sa i dëmshëm është efekti i duhanit në prishjen e dhëmbëve, dhe mendoj se në këtë drejtim gjithsesi duhet po ashtu të punohet më tepër në vetëdijsimin e përgjithshëm të popullatës, në kuptimin e ndryshimit të mentalitetit të tyre sa i përket konsumimit të duhanit. Atëherë, Besa dhe drejton, kam një pyetje tjetër sa i përket teknikës dhe avancimit teknologjik në mirëmbajtjen apo në punët tuaja si dentist. Sa ka përparuar kjo fushë në ndër vite, kur dim që përpara, natyrisht kam pas shumë pak teknologji, dhe sa ka përparuar tashmë kur dihet që teknologjia është mjaft e avancuar. Thamë edhe më herët, vendi ka kalu një vështirësi të madhe sociale dhe shëndetësore dhe ka përparu dukshëm, mi po ende nevojitet edukim i mjaftueshëm, sidomos në institucionet, nëse është e mundshme në institucionet parashkollore, të vetëdijsohen fëmijët sa më herët në mbajtjen e higjienës orale. Ka në tregun tonë sa mund të gjenden lloje të ndryshme të brushave, lloje të ndryshme të pastave. Unë kam fjalën për teknologjinë dentale, faktikisht nuk e kam fjalën për këto për mirëmbajtje, po për mjetet e punës juaj. Po, ka klinika dentare private që ka teknologji të mjaftueshme, nuk mungon në tregun, thash, në klinikat private, thuje se nuk mungon asgjë për sa i përket shëndetit të dhëmbëve. Nëse bën të ndëlim, sa i përket teknologjisë e cila gjendet në pajtohem se në praksën private, mund të them se është pothuajse e nivelit njëjtë sikur në shtetet e tjera të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Pothuajse nuk mungon asgjë, duke filluar domethënë nga instrumentet më të thjeshta deri te shërbimet me laser, që është teknologjia e fundit domethënë. Kështu që mendoj se ofron shërbimet mjaft kualitative. Mirë po, fatkeqësia qëndron se qasja e popullatës të këto shërbime është paksa kufizuar në zonat caktuara dhe kjo ndikon që fatkeqësisht të kemi një rritje shumë të madhe të smundjeve të kvalitetit oral. Kjo për shkak të kostës shumë të lartë. Më shumë mungon edukimi shëndetësor që mungon. Mirë po paragjykime të shumta se nëse eventualisht i nënshtrohesh një aparaturë e cila është e sofistikuar, ajo jo vetëm se i rregullon dhëmbët, por në anën tjetër mund të ketë edhe efekte dëmshme, shkakton ndonjë smundje tjetër ose diçka tjetër. Është vërtet se mund hudhët poshtë. Hudhët poshtë kjo? Patjetër, të gjitha aparaturat të cilat janë futur së fundmi në teknologjinë stomatologjike. Këtu para së gjithash duhet flasim për laserin, sepse stomatologjia laserike është për momentin, domethënë, maksimumi i zbulimit stomatologjik. Çka do të thotë kjo?
Kjo do të thotë se shërbimet dentare, stomatologjike, posaçërisht të fëmijët, të cilët janë më të ndihshëm dhe kanë frikë më të madhe, mund kryen përmes laserit, domethënë, ku shërbimet laserike kryhen, domethënë, relativisht me dhimbje, mos të themi minimale, apo më mirë themi nuk ekziston fare, dhe përparësia vetëm e laserit në këtë rast është që mos ta ndrojmë shumë temën, sepse laseri punon me një zhurmë komplet tjetër nga instrumentariumi tjetër stomatologjik dhe nuk ka kontakt me dhëmbin. Dhe derisa ju i ofroni pacientit një shërbim i cili punohet në një farforme nga distanca, duke mos e prekur objektin, gjithsesi që komoditeti i pacientit në karikën stomatologjike është më i madh, mirë po edhe doza. Mund na qartësoni pak Krishni këto, sepse ndoshta për shikuesit është e pa logjikshme si mund të intervenohet me laser. Po unë nuk po marr shumë prej kohës një shembull konkret deja laseret punojnë duke u bazuar në energjinë elektrike, do të thonë ekziston një mekanizëm i veçantë. Po ajo këto intervenimet laserike bën për mbjellje të dhëmbëve apo bëhen për prishje të dhëmbëve apo për çka? Tash po ju tregoj, po shumë kjo pyetje vetëm me vend sepse jo vetëm në klinikën tonë, po në shumë klinika të cilët sot posedojnë laser, pacientët shkojnë dhe kërkojnë të bëhet nxjerrja e dhëmbit me laser, që është diçka e pa kuptim të dhe e pamundur. Laseri bazohet në lirimin e disa fotoneve, domethënë pjesëzave të vogla të energjisë elektrike, e cila kur vije në kontakt me indet, të cilat kanë ujë, domethënë kanë ujë që shumica e indeve në trupin tonë përmbajnë ujin, domethënë, ajo e shkrin domethënë hidrogjenin dhe oksigjenin dhe praktikisht e hap vrimen domethënë për me largu çat infeksionin që është i paraqitur. Laserit sot ndahen në dy grupe, në laser për indet buta, domethënë për mishra, për buzë, për gjuhë, dhe në laser për indet forta, që indet e forta në gojë është vetëm dhëmbi dhe oshtra. Laseri e gjen përdorimin e vet në shumë smundje, në shumë trajtime, mirë po është e pamundur që të gjitha shërbimet të kryen në laser. Në shumicën e trajtimeve mjekësore stomatologjike, laseri duhet kombinohet me metodat konveksionale, domethënë përdoret edhe aparatura e zakonshme, mirë po për rezultate më të mira dhe për punë më të suksesshme e kombinojmë me laser. Kështu që fjala bie të fëmijët mund të bëhet rregullimi i dhëmbëve të qumshit me laser pa prekje, pa anestezion, pa dridhje, pa vibrim, pa zhurmë. Edhe kjo është një përparësi shumë e madhe se fëmiu shumë më lehtë te kalon seancën e parë, dytë, tretë. Ndërsa edhe tek të rriturit mund të punohet me laser nëse fobia e tyre është në nivel shumë të madh. Po laseret në anën tjetër kanë gjetur aplikimin e tyre edhe në vendosjen e përmendet implanteve apo që ne e quajmë në popull njihet si mbjellja e dhëmbëve. Mirë po ta kemi të qartë, nuk mund të kryhet e tërë procedura e një trajtimit stomatologjik përmes vetëm aplikimit të laserit. Ai duhet të kombinohet. Mirë po për dezinfektim, fjala bie të mishrave, për largim të infeksioneve të cilat më parë përmendëm gjenden në brendësi të mishrave të dhëmbëve, laseri definitivisht është i pashoq dhe ka treguar një rezultat jashtëzakonisht të madh për faktin se duke u falemnderuar aty në fotoneve, domethënë grimcave elektrike të cilat liron, ekziston një mekanizëm i veçantë që e bën lirimin e fotoneve, vjen deri te eliminimi, mos themi tërësishëm, po zhdukja në një masë shumë të madhe i mikroorganizmave, sepse mikroorganizmat, respektivisht bakterit, janë kryesisht shkaktarët qendror që janë dëmtuese të gjithë kavitetit orës. Do thotë laseri punën kryesore e ka eliminimin apo shkatrimin aty në mikroorganizmave, cilët mund t'i afektojnë qoftë dhëmbët apo qoftë edhe mishrat apo indet e buta të gojës. Drejton? Kjo teknologji, ndoshta të ndërpreva, kjo teknologji ju lehtëson punën e juve si doktor? Po gjithsesi, teknologjia më avancuar e lehtëson shumë punën, gjithashtu kvaliteti i punës është shumë i mirë, po fatkeqësisht duhet të pranojmë se kosti i këtyre shërbimeve është më i lartë se sa me instrumentet apo me pajisjet konvencionale, të cilat janë përdorur deri më tani, edhe në mënyrë si tjetër duke pas parasysh kushtet social-ekonomike të popullatës tonë, është e pamundur që t'i ofrohen këto shërbime të gjithëve. Mirë po, me rëndësi është që popullata duhet ta di që posedojmë me gjitha pajisjet më moderne që ekzistojnë në tregun momental në Evropë, domethënë edhe në Kosovë, ato pajisje gjenden, kështu që mund të ofrojmë këto shërbime pa asnjë problem. Atëherë kemi disa nxënës të shkollave të mesme, të cilët do t'ja jap rastin të bëjnë pyetje për 3 stomatologët që kemi në studio. Dëshironi të bëni pyetje dikush? Unë jam Adonis Sënindulli, kisha mja u bo një pyetje 3 bashkë. Pastrimi i dhëmbëve, a është i dëmshëm edhe pse është i dëmshëm? Me bo pastrimin e dhëmbëve te stomatologi. Për shembull, pasi që dëmtohen dhëmbët, me shku me pastru dhëmbët për me
mja vep shkëlqimi në dhëmbëve ose diçka. Pse është i dëmshëm edhe është i dëmshëm? Jo. Për kontrazi, shumica e pacientëve mendojnë edhe vinë në klinika tona private, se ne ushtrojmë profesionin në klinika private. Vinë edhe thonë se nuk bëjmë pastrim të dhëmbëve sepse është i dëmshëm. Kjo është më shumë popullata, apo kupton, nuk dëgjon me stomatologun. Pastrimi i dhëmbëve përkundrazi është shumë i shëndetshëm, sepse shumica e pacientëve thonë se po më shplohen dhëmbët, po flasin në gjuhën e popullit. Përkundrazi, guri është ai që e shplon dhomin. Nëse nuk bëhet pastrimi i rregullt, guri ai nuk ngjitet në indet e fortë të dhëmbëve. Ai ngjitet ka ana e rrojës së dhëmbëve dhe veç fillon të shplohet rroja. Nëse e lën një kohë të gjatë dhe nuk bën pastrim të dhëmbëve, dhëmbi veç shkon në fazat më të tjershme të shplimit të rrojës së dhëmbëve. Dhe në momentin kur pacienti viziton stomatologun dhe ka me vite që nuk e bëjnë pastrimin, dhe në atë moment kur e bëjnë pastrimin, guri kur të largohet, pacienti thotë se mu ka shplu dhëmbi. Përkundrazi, nuk është pastrimi ai që e bën shplumin e dhëmbëve, po mbajtja e gjatë e gurit të dhëmbëve në dhëmbë e bën shplimin e dhëmbëve. Atëherë, sa është kozgjatja që duhet të bëhet pastrimi e dhëmbëve? Ka një kozgjatja që duhet të bëjnë? Nuk mund të themi se është një periudhë të caktuar strikte kohore kur duhet të bëhet largimi i gurëve, për arsye se kjo varet shumë nga higjiena orale, në radhë të parë. Mirë po, të disa personat cilët kujdesi për higjienën orale nuk është i mjaftueshëm, gjithsesi se vjen deri te formimi i këtyre konkremente apo gurëve që u tha më herët, shumë më shpejt, kështu që preferohet paktën vizita më të shpeshta, dikun 3-4 mujore të stomatologu. Përndryshe, nëse është higjiena e mirë, edhe kujdesi i rregullt, përdorimi antiseptikëve dhe dezinficentëve mirë për kavitetin oral, nuk ka nevojë vizita kaq shpeshta. Mjafton vizita të rregullta sistematike çdo 6 muaj, por nuk do të thotë që do të ketë nevojë patjetër për pastrim konkrementeve. Kështu që unë mendoj se vizitat e rregullta çdo 6 mujore do të ishin mjaftueshme për shumicën atyre që kujdesin për higjienën orale. Nuk është koha, vetëm koha ajo që ndikon në shëndetin e dhëmbëve, koha e larjes. Mirëpo është më shumë teknika e larjes së dhëmbëve. Mënyra se si do thotë si rekapitulim vetëm sa për t'ia shpjeguar shikuesit nga publika se mirë është që të bëhet pastrimi i dhëmbëve patjetër dhe se dëmtimet janë mos themi minimale, po nuk ekzistojnë fare. Më shumë do të ketë dëmtime nëse nuk bëhet pastrimi i dhëmbëve se sa nëse lot. Tjetër do diskutohet tjetër Besa e tha se mentaliteti i popullatës tonë është i tillë që nuk shkohet në vizita sistematike te mjeku, mirë po shkohet për pastrim të dhëmbëve një herë në 3 apo 4 apo 5 vite. Nëse gjatë atyre 5 viteve nuk ka qenë edhe një kulturë e mirë tek pacienti për mirëmbajtje të higjienës së gojës, atëherë normalisht që në karikën stomatologjike ne nuk shohim gjendje shumë të kënaqshme. Edhe ai pastrim i dhëmbëve është pastrim relativisht i mos themi mundimshëm, po i gjatë, kërkon kohë dhe normalisht se mandej me largimin e të gjitha atyre konkrementeve që veç i tha Besa, mund paraqitet mandej disa probleme që krijohet mentaliteti që mos shko te mjeku se ka me tie gurtë kemi ditë ftoftin ose diçka ngjashme, domethënë. Ka pyetje tjera për panelist? Po. Jam Admira Ibishin nga shkolla mjekësisë dhe ishta vetëm mja bonja 2 pyetje të zbardhimi i dhëmbëve. Shpeshherë kemi dëgjuar se është i dëmshëm të bëhet zbardhja e dhëmbëve. Kisha dashur me ditë sa është e vërtet kjo hipotezë edhe cilat janë teknikat e zbardhjes së dhëmbëve. Edhe pyetja e dytë është pasi që i cekte simptomat e paradontopatisë, cila është mënyra më e mirë për me pengu zhvillimin e paradontopatisë? Sa i përket zbardhimit të dhëmbëve, ekzistojnë preparate mjaft mira në tregun e sotëm, të cilat përmbajnë në vete substanca të cilat e bëjnë njëjtin kohë, domethënë edhe mbrojtjen e dhëmbit, domethënë nga dëmtimet eventuale. Kështu që mund të themi se nuk ka efekte anësore zbardhimi i dhëmbëve. Megjithëse flitet nëpër kolare që zbardhimi i dhëmbëve shkakton dëme e tjera, nuk është e vërtetë, preparatet të cilat ekzistojnë nuk shkaktojnë dëmtime të dhëmbëve. Teknikat e zbardhimit të dhëmbëve janë 2 teknika të cilat përdoren momentalisht. Është teknika e zbardhimit në aty për aty apo office bleaching që quhet në gjuhën angleze, domethënë në ordinancë edhe në shtëpi, home bleaching. Mirë po, preferohet tash varësisht prej klientëve, mos i quaj pacient këtë rast, për arsye se ky është shërbim kozmetik, që të bëhet në aty për aty, domethënë në klinikë.
është periudha e caktuar kohore, e cila zgjat varësisht prej preparative, diku prej 15 deri në 30 minuta, varësisht prej rezultateve të cilat arrin, mund të bëhet me 1 seancë ose me 2 seanca deri në 3 seanca. Mirë po duhet kemi parasysh se përdoruesit nuk preferohet të bëhet të përdoruesit e duhanit, personat që pinë nuk preferohet bëhet një gjë e tillë. Gjithashtu edhe të konsumuesit të mëdhej të kafes edhe të çajit, për arsye se shumë shpejt do ta marrin përsëri gjendjen e mëparshme e cila ka ekzistuar. Mirë po është metoda tjetër që thash përdoret në shtëpi ku formohen të ashtu quajturit kallëp në të cilët bëhet vendosja e substancës për zbardhjen e dhëmbit dhe mbahet deri në varësisht prej preparateve, për arsye se ka preparate ndryshme, diku në 2 orë mahet në gojë, gjatë asaj periudhe nuk guxon të mirret ushqim edhe pije, pas 2 orë mandej bëhet largimi i tyre. Janë metoda mjaft efektive, mirë po duhet kemi parasysh se kjo varet shumë edhe prej strukturës vetë dhëmbëve. Te disa persona rezultatet janë shumë më të kënaqshme, te disa duhet jemi korrekt ta pranojmë se rezultatet janë më të mangëta. Kjo vetë që ka ndërlidh me doktor Dritonin, me qenë se zbardhimi është mjaft aktual posaçërisht tash tek ne në Kosovë, sepse në vitet e mëhershme nuk ka ekzistuar njohuri të lidhur me zbardhimin e dhëmbëve. Për të bërë zbardhimi i dhëmbëve, kjo është madje një farë propozimi im kërshi pacientëve drejtuar apo klientëve, duhet paraprakisht të ekziston një higjiene për kryer e dhëmbëve. Nuk mund ta kryesh zbardhimin e dhëmbëve në një gjendje të gojës e cila ka shumë telashe. Prishje të dhëmbëve, mungesë të dhëmbëve, telashe me mishra të dhëmbëve, telashe me indet e buta, do të thotë nëse zbardhimi bëhet në një gojë e cila ka edhe probleme tjera, realisht atëherë ajo kalon më tepër në komercializëm se sa në shëndetësi. Zbardhimi i dhëmbëve duhet bëhet tek ato raste kur praktikisht higjiena e gojës është e përkryer dhe nuk ka asnjë prishje, nuk ka asnjë mungesë të dhëmbit, edhe nuk ka asnjë telashe me mishra të dhëmbëve. Sepse siç e tha doktor Dritoni, për zbardhim të dhëmbëve përdoren disa preparate, të cilat bazohen kryesisht në peroksid të hidrogenit me përqindje të ndryshme. Edhe normalisht se përqindja e madhe e peroksidit të hidrogenit në një gjendje me telashe mund të shkaktojë edhe telashe tjera. Po nëse në një gojë, po them, me telashe, nëse e kemi gjendjen e gojës me një higjienë të përkryer dhe me mishra të shëndosh, atëherë pikërisht mund të kryhet zbardhimi dhe të mos ketë asnjë problem do të. Ndërsa sa i përket pyetjes së dytë, të cilët e bët se si mund të parandalohet paradontopatia, që me paradontopatinë kuptojmë ta shpjegojmë për publikun dëmtimin e mishrave të dhëmbëve apo humbjen e aparatit mbrojtës të dhëmbit. Për të parandaluar, domethënë dëmtimi i mishrave të dhëmbëve janë disa masa parandaluese. Fillimisht kjo është një problem gjenetik, do të thotë e cila përcillet kryesisht ka bazë gjenetike, do të thotë përcillet prej një gjeneratës në gjeneratën tjetër, mirë po ekzistojnë metodat parandaluese. Higjiena orale dhe mirëmbajtja e kavitetit oral është shkaku apo si të themi armiku kryesor i paradontopatisë apo në anën tjetër faktori qendror për ta luftuar paradontopatinë. Domethënë pastrimi i rregullt i dhëmbëve. Mirë po jo vetëm pastrimi si thot populli vetëm shkeleshko, mirë po teknika e rregullt të dhëmbëve, kozgjatja e caktuar e dhëmbëve, shpërlarja e gojës pas pastrimit me dezinficient të ndryshëm, të cilët sot në tregun ton janë më shumicë. Mirë po edhe tek rastet ku dhëmbët janë më të dendur apo më të shpesht, duhet përdoret peni stomatologjik. Ju keni dëgjuar gjithë për penin stomatologjik, domethënë duhet të futet peni në mes të dhëmbëve dhe të pastrohen të gjithat ato mbetje të pllakut dental, i cili në një farforme është shkaktari qendror i paraqitjes së paradontopatisë. Mirë po gjithashtu edhe kujdesi me ushqimet, mënyrat e ushqyerit, shujtat jo me temperatura shumë të ndryshuara, edhe këto të cilat më herët do të mi përmend difisi, janë shkaktar të tjerë që e paraqesin jo vetëm paradontopatinë edhe sëmundje tjera, prandaj lufta kundër paradontopatisë bazohet kryesisht në mirëmbajtjen e higjienës orale. Atëherë ju sigurisht disa prej jush jeni edhe nxënës të shkollës mesme të mjekësisë, apo? Sa jeni për jush? Të gjithë? Po ju jeni që ngeni profesionist. Apo për teknikë dhëmbëve? Po, mirë. Atëherë keni pyetje tjera? Po, në? Ma jep, për cilja. Unë jam marrë shala në shkolla e mjekësisë. Shumica e personave të vjetër nuk përdorin brushat dhe pastat për larjen e dhëmbëve, por përdorin preparate mjekësore. Sa kanë efekt negativ në kavitetin oral? Pyetja shumë e qartë, që preparate mjekësore përdorin vetëm ata personat të cilët kanë proteza totale apo parciale, se për ndryshe nëse i ka dhëmbët e vet, ata duhet patjetër brusha të përdorin. Por shumica përdorin, domethënë preparate të cilat kombinohen me ujin. Ato janë veç dezinficient për kavitetin oral. Jo, gjithsesi unë isha ndërlidhur në po e kuptoj pyetjen e asaj bukuroshës atje. Problemi është
Problemi është se të ne me vitet të tëra në Kosovë, do më thonë, kam bizotru mjekësia alternativa, apo popullore. Edhe kemi ndëgju shpesh herë që të vjetrit që ju për i quni, apo të moshuarit, përdorin mjalt, ose krip, ose substancat ndryshme për pastrimin e dhëmbëve. Ajo ndoshta në një farë forme edhe mund të bënë do një efekt pozitiv në gojë, po realisht pastrimi i dhëmbëve kryesisht duhet bëhet përmes instrumenteve apo ato aksesorjeve të përgjithshme të cilat ne i përdorim, brusha, pasta apo ndonjë dezinfektor. Ato dy apo. Pyetje tjera ka? Po? Qua Marica Ngraqesi, po da më janë bu një pyetje me rastin e ngjitjes së protezave fikse apo tjera, pastrimi dhe me bërë shumë me vështirësi. Cilat ishin metodat cilat ju na kishte jep për mi rekomandu ato për me bërë pastrimin e dhëmbëve si në mënyrë rregull pa proteza? Për ato është doktor Dritoni i thirrur, mund të më shpjegoj pak më shumë. Është e vërtetë që vendosja e protezave që i quhen ju fikse shkakton vështirësinë në mirëmbajtjen e higjienës orale. Mirë, po ekzistojnë brushat posaçme, cilat mund të përdoren. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të bëhen edhe vizitat e rregullta te mjeku ortodont këtë rast, që bën vendosjen e këtyre, që të bëhet kontrollimi i rregullt i gjendjes përgjithshme të kavitetit oral të higjienës, dhëmbëve dhe të mishave. Gjithashtu ekzistojnë edhe metodat pastrimit, veçantë është një sistemi relativisht i ri që përdoret tash, Airflow quhet, me të cilën bën pastrimi i rregullt në vizitat e rregullta të cilat bëhen te ortodont që preferohet çdo muaj vizitat, me siguri e dini. Vizitat rregulla, gjatë këtyre vizitave bëhet kontrollimi dhe pastrimi në detale, do të thonë gjitha hapësirave, mes dhëmbëve, i mishave dhe dezinfektimi i tyre. Mirë, po më e rëndësishmja është që bëhet përdorimi adekuat i brushës, ekzistojnë brushat, thashë ne përsëris, posaçme, me të cilat bëhet pastrimi i disa hapësirave, të cilat vërtet është e pamundur pothuajse të pastrohen me brushë zakonshme nëse ka, domethënë, aparatin fiks në gojë. Atëherë mos pasi që jemi te protezat, interesant të di më shumë sa i kushtojnë rëndësi dhe rregullimit apo drejtimit të dhëmbëve, sidomos personat e rinj. Është vërtet se kohëve të fundit është rrit vëdësimi në përgjithësi popullatës, edhe fëmijët shumë më tepër janë duke u nënshtruar këtyre shërbimeve, domethënë drejtimit dhëmbëve. Janë anomali mjaft të shprehura, nuk mund të them një përqindje të saktë, po një përqindje shumë e lartë e fëmijëve kanë nevojë për drejtimin e dhëmbëve. Kjo paras gjithashtu është vërtet se është shumicën e rasteve bëhet për çështje estetike, mirë, por nuk duhet të harrojmë faktin se kjo bëhet edhe për çështje funksionale. Është në rritje shumë numri, domethënë, i tyre. A ka një afat kur duhet të bëhet vendosja protezave, për shembull, është deri në afat kur mund të bëhet kjo? Kryesisht, domethënë, periudha e vendosjes ekzistojnë aparatet mobile edhe fikse, këto që quhen popullat proteza, këto janë aparate. Aparatet mobile nuk kryesisht mund të kryejnë funksionin e tyre në periudha më të hershme, domethënë. Mirë, po në qoftë se ka ardhur deri te dalja e dhëmbëve të përhershëm në të dy nofllat, edhe anomalit janë më të theksuara, atëherë pothuajse është e pamundur të bëhet korrigjimi i këtyre anomalive me aparate mobile, kështu që pacientët apo klientët do t'i nënshtrohen në terapisë fikse. Kjo varet edhe nga anomalia. Nuk mund, kjo domethënë është determinuese është edhe vetë anomalia. Nuk mund të themi një periudhë sakt kohore kur do të përdoret ky aparat apo ai, mirë, po varet prej anomalisë se cili shërbim, cili aparat do të përdoret. Mirë, po është me rëndësi të theksohet me këtë rast se anomalit është në tendencë në rritje gjithmonë, se edhe personat mosha më të shtyra, jo vetëm fëmijët janë duke u nënshtruar shërbime, trajtime të tilla, për arsye se me terapi fikse mund të drejtohen dhe të korrigjohen anomalit edhe në mosha të shtyra. 30, 25, 30, domethënë nuk është moshë. Kështu që është një tendencë në rritje, për arsye se thashë edhe më herët për shkaqe më shumë estetike, të them drejtën, se sa funksionale, mirë, po kërkojmë këtë shërbim. Madje është trend në tek moshat e tinejgjerëve, nëse nuk i ke si quhen populli ata hekra në gojë, nuk je shumë trendi. Kështu që në një farë forme po kalon në trend të Po faktikisht dihet që një farë forme përveç shëndetit që vjen shëndeti përgjithshëm nga dhëmbët, natyrisht që është edhe ana estetike. Po ka në përbodë dhe gjithandej që vendosen edhe gurt ndryshëm në dhëmb, sa
të duken sa më bukur. Sa mund të dëmtojnë këto dhëmbin? Qëpë doktori Shabes nështë, ornat doktorish? Guri është estetik. Shumica, ka raste, po jo, nuk është shumica, janë raste të ralla që lypin gurin dekorus në dhëmbë. Sepse për shembull përpara e dim jemi dëshmitar e kam pas dhëmbë të arit të dukarit. Po tash ata është vendosja e gurve, mi po është një numër shumë i vogël i femrave që kërkojnë këtë shërbim. Guri nuk është që dëmton dhomin, varet krejt prej materialit të cilin e nxet. Mirë po ka raste që këtë gur shumë femra shkojnë dhe vendosin në për parukeri. E ajo atëherë është e dëmshme sepse përdorin gjithë të thënjve. Nëse këtë guri, ka raste shumë këtu në vendin tonë, në qoftë se gurin e vendosin në ordinancën stomatologjike, për kondrazi nuk ka, se janë gjithësit e posaçëm për atë shërbim. Dhe diçka e dëmshme nuk ma merr mendje që ofrohet në ordinancë. Atëherë, nuk e di, kemi ndonjë këngë bërë gati. Ne do të shkojmë me një muzikë dhe pastaj do të kthehemi edhe për nga një fjalë të fundit nga mysafirët dhe do të shkojmë me lajmet orës 11.